çfarë po ndodh me çështjen e Vleon Amatës? Përsëri, një çështje e cila po shkon drejt zgjidhjes, por një person i cili njihet si shakaxhi dhe një yll TikToku duke se ka marrë përsipër gjetjen e saj. Të gjithë e njohim Kozak Braçin, Tepelensi i cili ja ka dalë të fitoj famën më të madhe në Shqipëri për sa i përket rrjeteve sociale, një person i cili ka mbi 7 vite që kryen loja në TikTok për të mbajtur jetën e tij gjallë, duke tashmë ka marrë një thirrje nga Odeta Dume dhe Bukuria Amata për ta shpërndarë këtë lajm tek të gjithë grup moshat. Siç e dim, personat të cilët nga mosha 18 deri në 30, relativisht të rinj, kanë influencë më të madhe dhe lëvizje më të mëdha jashtë shtetit, janë të vetët personat të cilët mund të bëjnë të mundur gjetjen. Siç e dim, Kozaku, edhe pse një person që sharak, përsëri detyrat të cilat i jepen, ai kryen me sukses. Siç e kemi parë, ai ka kryer shumë bamirësi, ka shpëtuar shumë jetë të cilat kanë pasur nevojë për operacione për të dërguar jashtë shtetit dhe këtë rast e ka marrë me shumë seriozitet. Në një live në TikTokun e tij personal, ai është futur me Bukuria Amatën dhe ka bërë thirrje që të nisin kërkimet përsëri. Bukuria Amata nuk nguron se përmenduri përsëri hallat e vajzës ose motrat e ish burrit të saj të cilat akuzohen drejt për drejt për rrëmbimin e saj. Por duket se çështja duke u shqyrtuar kaq shumë mund të ketë shanse që të sjellë hapa të reja në zgjidhjen e kësaj dosje. Përsëri Bukuria Amata i bën thirrje të gjithë shqiptarëve të bashkohen dhe të kryejnë një kryenngritje për të gjetur jo vetëm Vleon Amatën, por të gjithë personat të cilët janë rrëmbyer gjatë asaj kohe. Siç e dim, në ato vite ka qenë një kohë e errët për shkak se shumë grupe nga jashtë shtetit vinin dhe rrëmbejnë fëmijë në fshatra dhe zona rurale në Shqipëri për t'i dërguar jashtë shtetit. Nuk dihet ende se cili është fati i Vleon Amatës, por shpresojmë që të gjendet sa më shpejt. Çfarë mendimi keni ju për të ngjarje? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.